Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin. Jam këtu pranë jush për të komentuar ngjarjen e natës së mbrëmshme. Tani, nëpër komente dhe kur kam hyrë live, më keni pyetur gjithmonë çka ka ndodhur me Eglin dhe me Gjestin, a kanë bënë ndonjë gjë, s'kanë bënë ndonjë gjë, a kanë fjet në hotel, a s'kanë fjet në hotel. Tani unë, me thonë drejtën, në hotel brënda s'kam qënë. Por, që Egli mbrëm e pranoj që kanë bo, edhe si që duket, po kalojnë shumë bukur dhe po knaqen me njëri tjetrin. Egli e tha natën e mbrëmshme që u kry çdo sen me burin e saj në tentativ. Të paktën kështu e quajti Gjestin, burin e saj në tentativ. Unë kam kapur disa pika që në fakt dua t'i komentoj dhe të marrë dhe mendimin tuaj të asaj që Egli mbrëm e tha në portokalli. Një mbrëmje plot të qeshura, ironi dhe zbulime që nuk priteshin, kështu mund të përshkruhet dalja e shumë përfolur e Eglit Takos në spektaklin e portokalli, ku ajo nuk erdhi vetëm si një ish banore e Big Brother VIP Albania 4, por si protagoniste e një historie që ende vazhdon të ndesë rjetet dhe të mbaj publikun pezull. Raporti i saj me Gjestin, në një atmosferë të relaksuar me nota humori dhe me një sharm që vetëm Egli di ta sjell, ajo rëmbeu zemrat e publikut sa po doli në sken. E ëmbël pozitive dhe falenderuese për dashurinë që ka marrë nga publiku, ajo shkëlqeu, por momenti më i përfolur i natës ishte padyshim kur aktori Visianu Kcenaj e mori në përballje dhe bëri pyetjen që të gjithë e kishin në mendje. A ke fjet me Gjestin pas finales? Publiku u mbajt nga fryma. Egli e qeshur dhe me një lloj vetbesimi lozonjar u ktheu pyetjen mbrapsht. Po Gjesti, i tha. Çka ju tha? Kur Visiani i tregoi se Gjesti kishte deklaruar me stilin e tij të zakonshëm u kry çdo sen, Egli nuk nguroi as një sekond me një ton që shfaqi më shumë se sa u tha me fjalë, ajo u përgjigj. E pra, me Gjestin u kry çdo sen. Studioja shpërtheu në duar trokitje dhe të qeshura. Ishte një moment që te i kaloi humorin, ishte një rrëfim i koduar, një deklaratë drejt për drejt, por me elegancën dhe lozonjarin që e karakterizon Eglin. Por nuk mbaroi këtu. Në një tjetër moment të natës, e pyetur për ndjesitë dhe lidhjet e pas showbizit, Egli hodhi edhe më shumë benzinë mbi zjarrin e thashethemeve. Gjesti është buri në tentativ. Një deklaratë e thjeshtë, por që në botën e Big Brotherit dhe ndjekësve të tij është një shpërthim emocionesh. A është kjo një mënyrë e Eglit për të pranuar që me saj dhe Gjestit ka diçka më shumë? A është fjala për një romancë që është duke u formuar jashtë kamerave dhe që mund të zyrtarizohet shumë shpejt? Publiku është në ethe. Panthat shpërthyen në rjet. A u lidhen më në fund? Gjesti dhe Egli janë çifti që e kemi ditur. Ky është çifti që do dominoj verën 2025, të paktën kështu shkruheshe. Në çdo detaj të buzëqeshjes së saj, në çdo batut, Egli më dha më shumë se sa një përgjigje. Ajo dha një ndjesi, shenjë, sinjal dhe tregoi që ndoshta dashuria mund të lindë dhe të forcohet edhe pas dritave të shtëpisë më të famshme. A do ta shohim një zyrtarizim publik të lidhjes, një foto dorë për dore, apo ndoshta një deklaratë të ndonjë eventit muzikor, apo gjithçka do të mbetet një lojë e bukur mes ndjenjave, buzëqeshjeve dhe një burit në tentativ. Një gjë është e sigurt, historia e Eglit dhe Gjestit sapo ka hyrë në një kapitull të ri dhe ndjekësit e tyre mezi po presin të zbulojnë se çfarë po ndodh më pas me to. Nga ajo që në fakt e kuptuam, Egli dhe Gjesti vazhdojnë të jenë bashk, edhe pse këto inatçorët dalin nëpër media dhe nuk i duan bashk, ato janë bashk, janë shumë të lumtur. Tani unë po befasohem se si mundet shqiptarët të hynë në zemrën e tyre, të hynë në shpirtin e tyre dhe të japin përfundime për marrëdhënien e tyre. Ato janë shumë të kënaqur bashk, ato bëjnë çfarë të duan bashk. Xheneta e konfirmoi që ato të dy flenë së bashku. Do të thënë, dhoma e hotelit mbetet një ndër dhomat më të preferuara, dhoma që ka shumë sekrete, dhoma që ka shumë dashuri, dhoma që ka shumë pozitivitet.
Dhe kjo dhoma i bën ato që të jenë më energjik gjatë ditës së punës. Ato të dy po punojnë intensivisht me njëri tjetrin, domethënë po punojnë në sferën e karrierës, por edhe në sferën e dashurisë, që të dy këto rrugtimet i çojnë së bashku shumë bukur dhe kështu që janë në format më të mira dhe më ideale dhe më të përkryera për njëri tjetrin.